Mjafton që jesh i mençur të shohish fundin e atyre që kanë pasu epshe. Nuk i nevojë ta bësh një eksperiment. Bile para disa ditëve udhëtoheshin me do shok edhe përmendshin në lagjen e tyre filanin, 4-5 veta, 6 veta, 7 veta u bënën me emër dhe me emër të cilët kanë vdek nga droga. Po mirë, çka do të më shumë? Mësim, përkujtim, kërcënim, friksim, çka do të më tepër? E ki pa për ditë më hadhe ki pas. Se atë njeri në këtë fund të kopshëm u bo kocelikur, u bo me një qismundje, me një qëndhimbje, e solli që e droga që kur aje e mirke, ishte haj, ishte i knasht, ishte happy, ma i gëzum saj si ishte askush. Që e ki po, që ti në malë tone, edhe aje kur mirke drogën, dhe më thonë, ti thëshe kjo u knasht kjo, edhe pare plot, edhe i knasht shtune, ama këshire funi ku jarë ati. Një që në dhimbe, një që probleme, një që të lashe, deri sa edhe vdiq për asaj. Por, ne tjerët, nëse s'marim mësim edhe për këtyre rasteve, kur hajni përfundon në burg, kur aj që që drogë përfundon në burg, apo në varë, i vdekun si i ri, do të pa e shju të rësisht jetën, e shjonte në momente caktu me knacin e drogës, ama i zgjat i shkurt për një kohë shumë të shkurt, nuk vazhdoj jetën, ai mëse me jetue, mi bo 5-60 vjet, 70 vjet, ai 20-30 vjet u varos në varë. E tjetëri që mashtronte, e tjetëri që do të rrente, krejt ata, në fund e kanë pësu me të keqe. Andaj, si shtot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, es-saidu men itta'adha bi ghayri, i lumtur është ai që merr mësim për tjerëve. Andë i menqur edhe i lumtur është ai që i shef të mirë të më një anë edhe të qitë më një anë. E shef fundin e të mirëve edhe fundin e të këqive. Edhe i gëzohet edhe u ka lakmi të mirëve dhe fundit të tyre dhe friksohet, të merohet nga fundit të këqive dhe normalisht e merr mësimin e duhur.